jemi në muajin tetor, në muajin roz, që përndryshe është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, kështu që sot kam kënaqësinë të kem të thuara 4 gra shumë të forta, me të cilat flasin për pjesën e ndërgjegjësimit, për përvojat e tyre personale, si dhe mesazhet për forcën që sot ato e kanë. Bashkë me mua në studio, zonja Lumnie Qitaku, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se u gjeta. Zonja Violeta Pirana, mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Faleminderit, mirë se u gjeta. Zonja Mirgjyze Hoxha, mirë se erdhët, zonja Mirgjyze. Faleminderit. Si dhe zonja Majlinda Ramadani, mirë se erdhët, Majlinda. Mirë se u gjeta, faleminderit. Si po ecin këto ditë për juve, zonja Lumnie, muaji tetor, muaji i ndërgjegjësimit për kancerit të gjirit, po besoj që jo vetëm ky muaj ndoshta duhet të jetë që gjithë ne të sensibilizohemi në këtë fushë, të flasim më shumë, të japim mesazhe, të tregojmë kurajo? Sigurisht. Muaji tetor është njësoj si muaj tjerë, mirë po karakterizohet me atë që është muaji i roz. Po flasim pak për smundjen që duhet patjetër me vepru diçka saj përket saj smundje. Unë punoj si udhëheqëse një qerdhe në Prishtinë, gjithë stafin gjinin femërore e kam dërgu në onkologji ta bëj mamografin, për arsye se e dim gjithë që ndërgjegjësimi është shumë i rëndësishëm. Jo të gjitha janë ende të ndërgjegjësuara, mirë po jemi në hapa të mirë. Mendoni, zonja Violeta, që jemi në hapa të mirë se përket pjesës së ndërgjegjësimit, kontrollave që duhet bërë edhe pas një moshe të caktuara, apo po e shohim që viteve të fundit është rritur numri i të prekurve dhe të prekurve edhe në një moshë më të re? Po, pikrisht mendoj se po hecim me hapat të shpejta, por duhet të hecim edhe më shpejt, sepse po shohim se mosha e diagnostifikimit është zvoglu, po shohim çdo ditë në onkologji fytyrat njoma, fytyrat të reja, të cilët kam pas një fat që të diagnostifikohen me këtë smundje, por diagnostifikimi i hershëm, kontrollat, vetë kontrollat mas pari, pastaj kontrollat çdo herë, çdo vit, ato mundsojnë që të parandalojnë edhe të zbulojnë hershëm. Zbulimi i hershëm, ajo do të thotë që 99% është shëruese. Sa më tepër heshtet, se unë shoh nga pacientët që e mshefin smundjen nga anëtarë të tjerë, pastaj smundja avancohet edhe nuk ka të ndalun. Prandaj ne po bëjmë çmos, sidomos të mbijetuarat, që të vetëdijsojmë popullatën, që mos të vjen puna që të jenë të diagnostifikuara me kancer të gjirit. Zonja Majlinda, çfarë mendoni në këtë aspekt sa i përket pjesës ndërgjegjësimit? Sa ndoshta sot gratë në përgjithësi janë të informuara edhe rreth vetë kontrollimit së pari, pastaj edhe pjesës tjetër të kontrollave në përgjithësi? Po pasi që jemi këto, sa më shumë të flasim, sa më hapër të flasim për këtë sëmundje, aq më pak frikë kemi, aq më shumë gra i drejtohen kontrollave. Unë besoj që ky lloj debati shpëton jetë. Zonja Mirgjyze, për juve keni pas ndoshta informacion sa i përket kësaj sëmundje, keni pas edhe fushata për rreth sa i përket vetë kontrollës fillimisht, pastaj pjesës së kontrollit, zbulimit hershëm? Derisa unë nuk preka prej kancerit, se s'kom pas një uri, asë ne nisa me lexu, me vjedësu vetën mas pari. Kështu që i kisha preferu këtë femnave, me ta banë kontrolën me ku. Ne ta këshymë të shëndetin, numër 1, se është vdekje puse kjo smuj. Sa i përket pjesës ndërgjegjësimit dhe vetë kontrolës që i përmendëm që janë ndoshta fazat e para të zbulimit, ka qenë për juve pjesa e vetë kontrolës ndoshta që i keni mësu pak a shumë edhe keni ditë më herët, apo ka qenë një kontroll e veçantë për cilën? Unë këtë rastisht kom shku me një kolege në onkologji dhe se kom pritë që e marrë këtë diagnozë. Mirë po, rezultoj që mos tjetë një qëzimi mirë,
s'kom qenë as pak e vedisume për me kontrolu vetën, edhe me bo kontrolat që duhet pa tjetër qëfar do që ofshin të moshës. Mirë po, për 2 avë ka qenë me të vërtet e vështirë, derisa e kom bindë vetën mas pari. Mandej tjerat, jo shumë letë që i kom kalu, do më thonë prej 2018-ës, deri më tani, vazhdimisht kom qenë me terapi, përveç 1 viti, po flasim pas pandemis, do më thonë 1 vjetë kom qenë pa terapi, vazhdimisht jo me terapi, dhe gjithmonë ju flasë grave që të bëjnë kontrola, mës të kalon për rrugën në të cilën kom kaluar edhe unë. Nuk është as pak e letë, mirë po, tash emisionet e ndryshme dhe vedisimi po ndikon që gratë të bëjnë kontrolat më të shpeshta, që janë në të mirën e atyre. Zonja Violeta, ka ndikuar në shëndetin tuaj zbulimi i hershëm që ta menaxhoni pastaj pjesën e sëmundjes? Kështu, unë kam qenë në kontrollat përhershme, por 1 vjet nuk e kam ba kontrolën, me 1 herë atë vit jam diagnostifikuar. Më thanë, vetë kontrollat duhet të jenë, çdo muaj. Prandaj edhe neve kemi formu shoqatën tonë, që vazhdon t'i vedisoj edhe të ndërgjetsoj krejt populatër, bile tash i kemi edhe do fletushkat për të mësuar për vetë kontrolën. Po, edhe quhen a i njihni limonët e juaj, faktikisht kur themi emrin limon, pak na rrudhet goja, por edhe kur e ndëgjojmë diagnozën na rrudhet goja, prandaj edhe e quajmë a e njihni limonët e juaj, dhe më thonë janë 12 format të kancerit të gjirit, të cilët duhet të dinë në vetë kontrola. Çdo herë, çdo muaj, çdo femër duhet të bëj vetë kontrolën. Tregon edhe si të bëhet vetë kontrola, edhe të arrihet deri te mjeku nëse ka një problem. Po njashtu e kemi edhe aplikacionin që vlen për personat të cilët nuk janë të diagnostifikuar, i fusin të gjitha të dhanunat aty, dhe tregon se a duhet të orientohemi te mjeku apo jo. Kjo është një partneritet, ne punojmë me një fondacion amerikan, që quhet Know Your Lemons. E kemi si partnere të përbashkët për tërë botën, edhe Kosova është pjesë e saj. Kërkojmë të edukojmë sa më shumë populatën që ata të edukuar dhe të licencuar të edukojnë rrethin e tyre. Fatmirësisht i përmendët edhe pjesën e shoqatave që po besoj që ka shumë të tilla që mund të jenë një vend shumë i mirë për me u drejtu edhe ato gra që ndoshta nuk kanë mjaftueshëm informacione sa i përket kësaj sëmundje. Ke qenë edhe të pjesë që ndoshta ke qenë në kontakt me gra të prekur? Unë gjithmonë kam qenë e hapur për me nda historimin time me tjerë, qoftë me shoqët, qoftë me gratë që kanë qenë të njëjtën betejë. Nuk jam pjesëtare zyrtare e një grupi, po gjithmonë jam mundu të jem aty të jap mbështetjen morale. Zonja, megjithëse kur jemi tek mbështetja morale, po besoj që edhe pjesa psiqike sa i përket kësaj sëmundje ndikon shumë, apo jo? Sa jeni mundu ju ndoshta që ti kontrolloni edhe pjesën e psikologjisë dhe emocioneve tuaja kur ndoshta e kuptuat lajmin e idhur? Shife, derisa nuk e mbo operacion, ka qenë pjesa psiqike. Masanej, çdo gjë ako në rregull, se u dorëzova e vazhdova tani shërimin, edhe kështu që veprova deri me tani. Se me qenë se shkull 10 vjetë, që më operacion, prapi kam kontrollat. Do të më vedisu njerëz, sidomos femrat. Zonja Lumnie, kur folëm për pjesën, ndoshta kur e keni kuptuar pjesën e lajmit sa i përket diagnostifikimit, e përmendi edhe zonja Violeta që shpeshherë ndoshta është edhe ai hezitimi dhe frika më shumë se si me nda edhe me antarët tjerë të familjes, më shumë se ndoshta ajo pjesa që ndoshta e vuan për brenda. Si e keni pas ju këtë pjesë? As pak të lehtë. Besoj që derisa i kom tregu djemve dhe vajzës,
ka qenë shumë e vështirë. Po them vetëm ato 2 javë për derisa se kanë ditë fëmijët janë të rritur, mirë po janë fëmijë për mua gjithmonë, kështu që ka qenë shumë e vështirë. Më e vështirë ndoshta se ajo që ka kom pason. As koha, periuda prej 2018 deri më sot nuk ka qenë as pak e lehtë, po më e vështirë ajo mi u tregu anëtarëve të familjes, sidomos fëmijëve. Mandej, nuk ka shku lehtë sigurisht, mirë po. Zëna Violeta, ka vlet njëjtë edhe për juve kjo pjesa ndoshta me nda këtë lajme të tjerët për edhe? Pak ka qenë një hallakam diagnostifikimin tim, më parë ka kuptu dikush tjetër se sa unë. Gjë që s'ka ditë për kontrolën time, faktikisht ka qenë bashkëshor tim, unë nuk i kam tregu se na femnat jemi gjithë një sakrificë, i mbrojmë mashkujt, dhe aje ka kuptu ma për para, i kanë kuptu lajmin se Violeta ka 100% kancer, është befasu, edhe është dasht mas pari me qetsu atë, për vete s'ka mendu. Për vete ka mendu vetëm ku do t'i gjej 200.000, 300.000 euro për shërim, se disha që janë kushtushme, por po them dëshira edhe mendimi pozitiv po të shtyn që ti ta luftosh ma letë këtë betej. Në mënyrë që të jesh të ndronë edhe vetën, se mu më patë pam një psikolog që i kemi mikë të shtëpis, Violeta, deri 54 vjetë që ke jetu, du me thonë, ta ka pru kancerin e gjirit. Tash nëse nuk e ndryshon vetën, apet ka me ta pru. Pra ndaj ndrysho tërsisht. Unë po mundona me ndryshu, po të shofim tash jeta sfida ka në çdo moment. Zëna Majlinda, për juve kjo pjesa e kuptimit të lajmit edhe me antarët tjerë të familjes, ka qenë ndoshta ndonjëherë edhe më vështirë se sa vetë kur e ke kuptu pastaj me nda me tjerët? Ka qenë shumë e vështirë, sepse në familjen tem, unë kam qenë e para që jam prekur nga kjo sëmundje dhe shpresoj të jem e fundit. Fëmijët i kisha shumë të vegjël. Djalin i kisha 7 vjetë, ndërsa vajzën 4. Edhe se kanë besu heq se unë kur nuk jam anku, kur e kanë kuptu qysh Majlindës mi ndodh kjo. Po me përkrajën e bashkëshortit shumë që gjithmonë e kam pas krah, dhe familjeve tjerë, o bo gjithë shka me e letë. Zëna Mergjyze, përmendëm edhe këtë pjesën e psikologjisë. Ka qenë edhe për juve e vështirë kjo ndarja e lajmit me të tjerët, pastaj ndoshta edhe ajo forca që jeni mundu me pas edhe për antarët tjerë të familjes edhe për vete. Veç kush e ka kuptu, kush e din, e kupton. Vështirë a kom mjaft, shok a kom për mua, se im konë një femë shumë e shënush. Kështu që lajmin e parë ka marrë vajza, e madhe. Këtë voglën e kisha në Turqi, unë s'kisha hiç dëshirë më taku me kërkan, në familje. Djali është djali Nusja, qika madhe se kjo vogla se diti. Aman thësha vesh me si të rëgani flutrës, se flutra ishtë në Turqi. A e mbes të berbesh, me arsën vike, mja prisha sajnë atje punën vike keq, kështë që e përballova vetë. E të shkova të në Shqipni, shkova në diti, që të 4-5 ditë, se mu caktu termini, shkova në Shqipni në 4-5 ditë, irdhan më romje, erë psikologja, isha pregadita, lexojsha. Për më dha një kurajo. Kuraja së du shtja, pa më e kisha zemrën bësh, së bëjshë as me kisha, as u shtangova. Hajta është e del ku del, s'kam qëma. Edhe operuva. I falendrum shumë stafit mjekësur. Prej Avni Behlulit, e Saudit, a ban mi falendruat ati të në kolegë. Pa tjetër. Ilir Kurtishit, ato motrat, me të vërtet përboj një punë të shkelqyme. Shkelqyme përboj një punë. Shumë i falendru. Edhe motrat besajnë të mina dhe teknikët. Të më ka ratë 8 vjetë, më bridha sajde. Një staf gjithmonë me fytyrat buzëqeshur, apo jo, pavarësisht punës shepe. Shumë të ngarkuar. Ngarkuara sa dush. Krahas ngarkesës. Ata ranat e gjatë,
të prit në ranë, si cili me morë djalin infuzion me gjilpona, me sene. Ata njerës të ludhur, traskapitur me kolica, me kere, i shnush me kona të smutë. E lemona të smutët. Ka njerë i bashkasht, im shirë qasyt. Shumë bështë i shasë, se gjëna më fikë. Qështu të zemre. Zëna Lumje përmendët që pavarësisht që fëmijët janë në një moshë të rritur tashmë, pra për juve janë gjithmonë fëmijë. Kështu që po besoj që brenga juaj më e madhe në ato momente kanë qenë fëmijët? Po, e vërtet është që fëmijët kanë qenë në rend parë bashkëshorti, dhe kuptohet edhe familja, shoqëria gjithë. Mirë po, kom pas përkrahjen prej gjithëve mandej. Edhe prej familjes ose frasim, edhe prej shoqënisë, edhe gjithmonë mirë. Edhe mjekët i kemi me të vërtet shumë të mirë. Fatmirësisht që ka barna në onkologji, kështu që nuk na bie shumë rrallë na bie të sigurojmë vetë, edhe pse edhe unë jam provu njëherë me siguru vetë, kanë qenë mjaft kushtueshme, mirë po s'ka pas në atë kohë, edhe tani mos ka, ende s'është në ai barë në listën esenciale të barnave, mirë po së shpejti besojmë që do të vijë. Është i kushtueshëm, bukur shumë, është smundje e kushtueshme, që vedisimi do më thonë shumë. Vedisimi grave, tash mos me llogarit sa kom kushtu vetëm unë si pacient, e i lene ma sa pacientat janë aty, vedisimi do më thonë shumë. Do më thonë nuk ka lënë për gjitha këto dhe nuk i kushton shtetit shumë nëse flasim për kushtim. Kur jemi tek aspekti financiar, një ndër brengat që i përmendët që i keni pas në fillim, ka qenë ndoshta dhe keni mendu se si me i siguru të paktën 200-300.000 euro. Aspekti financiar ka qenë diçka që po besoj që edhe sot përbalen shumë e shumë gra dhe të prekura nga kjo sëmundje. Përmendje edhe zona Lumnie që sa i përket barnave esenciale, kimioterapive dhe gjitha këto gjende në klinikën e onkologjisë. Çdo kancer nuk është i njëjtë. Prandaj neve si shoqat gjithnjë bëjmë shtytje Ministrinë e Shëndetësisë që të siguroj barnat inovative, sepse barnat çdo ditë dalin treja e ma treja. Për me zgjatë jetën e pacientëve me kancer metastazik të gjirit. Më thënë, duhet të dimë se kanceri i gjirit të hershëm edhe kanceri i gjirit metastazik ndryshojnë shumë. Shërimi kancerit metastazik kushton shumë ma tepër, varet edhe faza. Prandaj, neve disa ilaçe i kemi arrit pas 2 vjetë të futen në listën esenciale, por neve çdo ditë kërkojmë nga Ministria e Shëndetësisë që të futen edhe më tepër ilaçe, sepse nëse kemi bë kërkesën para 2 vjetë, pas 2 vjetë janë futur ilaçet në listën esenciale, nëse kanë qenë 70 pacient në atë moment, tash janë bo 120 pacient. Du më thonë, përsëri, 50 pacient po mbesin për me pas probleme financiare. Du më thonë, ana toksike për një pacient është ana financiare. Neve hasim çdo ditë që pacientët me kancer metastazik shpenzojnë shumë për buxhetin e Kosovës për një familje është tepër, se s'ka ku të gjenë 3.600, 4.000, 5.000 euro për një muaj, për 3 javë, është tepër. Prandaj, neve gjithnjë kërkojmë që këto ilaçet që të jenë në listën esenciale, sepse të anashkalohet kemoterapia, sepse çdo smundje nuk shërohet me kemoterapi. Kemoterapia edhe dobëson pacientin, por kemi neve në botë tash edhe metodat të reja të cilët që është mama printi, që tregon se a ka nevojë pacienti me marrë kemoterapi apo s'ka. Do të thonë, aty e kursen pacientin mama printi. Prandaj ne kërkojmë që Ministria e Shëndetësisë të mbulon edhe këtë analizën e mama printit, se shumica e pacientëve vinë dhe bojnë nga vetë buxheti këtë mama printin, tregon aty mama printi, a ka marrë kemoterapi, radioterapi, a ka me të rikthy smundja, a ke me vazhdu me hormonal terapi, të gjitha këto janë
pasqyrë shumë konkrete. Prandaj neve duhet të kërkojmë ma tepër nga shteti ynë që të investon në këto raste në mënyrë që të kursejnë popullat. Përveç analizave, kontrollave që janë shumë të shpeshta, e përmendi edhe zona Violeta që ka edhe lloje të terapive që duhet të merren çdo 3 javë ose çdo 1 muaj, që ka një kost të shumë të madhe, thuajse të papërballueshme për shoqërinë tonë në përgjithësi në Kosovë. Unë kisha thonë që duhet është e domosdoshme që të hapet edhe jo vetëm një, po në të gjitha regionet e Kosovës nga një onkologji në mënyrë që ta marrin terapi në vendin e tyre. Kudo qoftë, mos vinë gjithë në Prishtinë për shkak se edhe udhëtimi është kushton, edhe qëndrimi aty në onkologji është shumë i madh, bën më shumë pacienta, kështu që kishte me qenë e domosdoshme të hapet onkologjia në të gjitha regionet e Kosovës. Që për shkak që ka prej gjitha qyteteve, fshatrave që vinë, gjithë vinë në klinikën e onkologjisë në Qekuka. Gjithë, po. Edhe për pjesën e kontrollave, edhe për pjesën e marrjes së diagnosave, terapive. Terapisë, krejt, po. Ne kemi arritë që para 2 vjetë të hapet një ambulant onkologjike në Prizren. Në Prizren, e vetëmja është në Prizren, po. Kemi luftu prej Tash fillit. është edhe në Podujë. E kanë folë, mirë po ndër nuk është hapë. E përmendët që klinika onkologjike që është e vetmja në qendrën klinike universitare të Kosovës është shpeshherë e stër ngarkuar, apo jo, për shkak që gjitha kontrollat, gjitha terapit merren aty. Ka në ndonjë qytet tjetër ndonjë ambulant të tillë onkologjike? Po, neve prej fillimit të themelimit të shoqatës 2017 kemi kërkuar që të bëhet një ambulant në Prizren, në mënyrë që regioni i Prizrenit është mjaft i madh që të shkarkohet pak onkologjia, sidomos për marrjen e hapave tabletare, këto të cilët janë detyruar pacientët të udhtojnë prej viseve të regionit të Prizrenit që të marrin këto tableta, e tash aty e marrin një herë në muaj, edhe pse kjo është pak, një herë në muaj, sepse pacientit nëse i kryet në mes muajit duhet përsëri të vinë në Prishtinë edhe ta merr atë kutinë e hapave ose ta blej, por besoj se me kalimin e kohës po zgjerohen shërbimet në atë ambulancë, janë të marrë edhe Zometën aty, janë të marrë edhe Zoladexin, kjo është një ndihmë e madhe për gratë, për pacientët e regionit të Prizrenit, por besojmë se do të vjen edhe onkologu për disa kohë pas. Kur jemi tek pjesa e terapive si Zometa, Zolodexi dhe gjitha këto tjera që janë pa dyshim të nevojshme për çdo grua që diagnostifikohet me këtë sëmundje, pastaj është dhe ajo pjesa ndoshta e organizmit, e imunitetit, për shkak që janë terapi mjaft të rënda, sa ka qenë vështirë për juve ndoshta me mbajt pjesën e imunitetit, kujdesit ndaj ushqimit. Po, ka qenë shumë e vështirë se është lodhja fizike e efekteve anësore, mirë po edhe frika e brendshme, po jam mundu mos mu dorëzu dhe një mbledh forcat edhe me luftu, edhe pse është shumë e vështirë. Kimioterapive janë shumë të lodhuna. Pjesa, periudha ndoshta e terapive, sa jeni mundu të paktën me u kujdes në aspektin e ushqimit për shkak të lodhjes së tepër që shkaktojnë edhe terapi të ndryshme? Unë e kom përdor qumshtin e dhisë. Edhe hirën, jo kushte, po hirën. Edhe djakën sa ma shumë, ata më ka dhënë forcë, edhe hudrën me limon. Do jenë kënë këto shtipjake. Lezajsha, kush shumë të ke pisha. Kështë që nuk ka konë letë, po ma mishë se me shku me mborë gjelpona, po pa tjerë. Do më thonë, oriksin kom pas gjithë njëjtë, s'kom pas problem. Vjellë s'kom pas, ma letë e kom përbalu, a qumshtin e dhisë shumë e kom pi. I kësha dhisë kuqe, i kësha preferu këtë blatë që janë prekni me kancer, qumshtin e dhisë me të kuqe me pi. Ju ka ndihmu? Shumë.
Përmendëm që pjesa e terapive shkakton lodhje, ka efekte të shumta anësore dhe shpeshherë edhe ndoshta trupi nuk mundet me përballu një terapi aq të rëndë. Sa jeni kujdes ju, sa jeni mundu me mbajt imunitetin në atë kohë dhe si? Ndëgjë, edhe unë i ka përdor gjitha këto në fillim, mirë po shumë varet prej karakterit çfarë ka njeriu, organizmi si e përballon atë. Kështu që muj me thonë që gjithmonë i kam thonë kurajo anës tjetër, se sa është dashur me më thonë kurajo dykësh mua. Kështu që besoj që kam kalu. Unë e di si, mirë po kom kalu. Edhe ndalesa ose pushimi nuk është i nevojshëm gjithmonë. Pusha ashtu sikur të tjerët, ta donë trupi. Mirë po, angazhimi gjithmonë ka qenë shumë i mirë se ardhën për mu. Edhe në momentet më të vështira, gjithmonë e keni mbajt vetën aktive? Gjithmonë. Aq sa ko mujtë. Edhe pse kanë qenë për shembull, muj me thonë prej krejt kësaj periudhe, 2 muaj kanë qenë me të vërtet shumë të vjetë, shumë të vështirë, sa që mos me thonë e kom pa vdekjen me sy, mirë po prap zhagaz, nguj, kom hesë dhe jam dalë në pa. Dyrësa ka thonë i madhi Zotë, sigurisht. Krimi tek pjesa e terapive, pjesa e efekteve anësore, e dim që shpesh tek gratë e prekura padyshim që ndikon edhe humbja në përgjithësi e flokëve, e qërpikëve, vetullave, çka do të qoftë, ju ka ndiku edhe kjo juve në pjesën psikologjike? Po, nuk ka ndikuar shumë te unë, si që thot zonja Lumie, unë ma tepër e kam kursy rrethit, ata ma tepër u prekshin. Kështu që shpesh herë, kur binte zilja, unë isha pa për delja në derë edhe haroja që s'kam flok, po kush ishte aty në dojnë inkasant, kur më shifke ashtu e ullke kokën. Atëherë unë u këfilësha që si kam e qitësha. Kurse kur ishte bashkëtim aty, binte zilja, thoshte, qite njerë flokët. Po pse po mërzitesh ti? Po qite, unë për ty e ka. Kështu që ajo është një problem për shkak të mentalitetit tonë, që nuk duhet me qenë problem. Unë shpesh them, dil, shetit edhe pa flok, se ti do të kesh kujdesin edhe ma të madh nëse do të shohin që ti je të luftu. Edhe nëse hynë në autobus, ose pret në një rent, gjithni keme pas një prioritet. Pse me u... Jo nuk e din fëmijët, jo nuk e din nana, jo nuk e din zdi kush, po maskohet. Neve po dojmë me hudh poshtë atë stigmën. Më thonë, nëse unë në shpirtin time dhe në gjendjen time psiqike luftoj, pse të mbyllim në vete dhe të mshefe? Le ta din të gjithë se unë jam një prej atyre që luftoj. Prandaj edhe këto stigma duhet t'i hedhim poshtë, duhet të bisedojmë, duhet të tregojmë. Unë shpesh, kur e kam pas mbesën e vogël, ecte mbi kauqa, kapke për flok, ato flok në dilshin mu në këqyrke. Shkoj kete vajza këqyrke me a hek flok, nuk i dilshin. Kështu që me mosh, edhe fëmijët u vedisun për kancerin e gjirit. Më thonë, prej familjes fillon. Nuk bon me mshef, sepse tash ne jemi të punu edhe në disa projekte që familjet të cilët nanat e tyre janë të diagnostifikuar me kancerin e gjirit me punu me ata fëmijë. Se fëmijët që perceptojnë gjendjen e nanës, sidomos, se gjitha gjërat i marrin vesh, edhe shkojnë në një qosh edhe vetëm mendojnë. Çka mendojnë? Mendojnë humbjen e nanës. Duhet me tregu se kjo është smundje përballueshme,
ka shumë gra që të cilët kanë kaluar edhe me marë shembull që kjo apo ajo tjetra që fëmija mos me vujt se në zhvillimin e personalitetit të ati fëmiu ka me lënë pasoja të rënda. Kur jemi tek pjesa që e përmendët e stigmatizimit ende që ndoshta ka shumë persona që në një formë apo tjetër e mshefin dhe nuk e flasin shumë me të tjerët. Po besoj që po bëhet edhe një ndërgjegjësim dhe sensibilizim edhe përmes shoqatave sot që ndoshta të jenë më të hapura të flasin për sëmundjet e tyre. Nuk vetëm shoqatat. Të gjithë që të gjithë në rreth që rrim duhet të flasim për këtë sëmundje. Qoftë tetori, qoftë muj tjetër. Përmirësimi prej herën e parë, për shembull është hera e dytë që më kanë ra flokë, herën e parë kom qenë me shalla, me perika, s'kom pas dëshirë me pa dikush tjetër, jo pse unë mirë po mëse ndija ta keq. Ndërsa herën e dytë, mas sa viteve, nuk ma thojnë asgjë, edhe thjesht janë flokët e mija që më kanë dalë, kom qenë krejt pa flokë, as si kom gjyros janë original flokët e mija. Kështu që ka hapat për mirësimit, përveç që ka përparu mjekësia, edhe dërgjësimi dhe disimi i grave, krejden përgjësi është dokshë më i mirë. Unë të shta edhe të shtoj diçka, fakt është kjo, por në viset rurale është shumë problem. Edhe me komunitetet të vogla. Se neve kemi punë edhe me komunitetet tjera, sidomos raje, aty duhet një punë tepër e madhe, edhe në viset rurale. Po, pikërisht kjo pjesa e kampanjave dhe fushatave sensibilizuese, zgjerohen edhe në viset tjera përveç qyteteve, duhet jenë edhe në fshatra? Unë sa po shoh vetëm në qendra ja. Në qendra. Ne si shoqat, që sa vite të gjitha mjetët që i mbledhim nga Race for the Cure, se neve jemi edhe organizator Race for the Cure, të gjitha ato mjetët që i mbledhim, i marim prej viseve rurale gratë, edhe i dërgojmë në mamografi, në pap test, me shpenzimet e shoqatës. Bile një vjetë kemi pru edhe në Prishtinë, me taksi, për arsye se na është lajmëru një klinik gratis me na i ba, edhe shumë jemi të ndarë, të knaqur, dhe që si gjdo vjetë pacientët jo, gratis, ndosha lajmërohen që a keni me organizu, si keni me organizu, kështu që organizatat kanë shumë anë pozitive për shoqërinë. Prandaj edhe shoqatat duhet të përkrahen edhe nga shteti. Sepse shoqatat nuk përkrahen për momentin nga shteti. Ato punojnë me projekte nuk mund të punohet, nuk mund të mbahet një zyre të jetë të qelun çdo ditë, sepse kërkush nuk vjen të jetë aktiv në zyre pa u pagu. Neve jemi të gjitha të mbjetuarat dhe të gjitha punojmë për çështje të sensibilizimit, diagnostifikimit të hershëm në mënyrë vullnetare. Do të thonë pacientët ndihmojnë pacientëve. Prandaj edhe shoqata është e ndërkombëtarizuar e jona. Prap, për shkak që i përmendëm edhe pjesën e viseve rurale, ndoshta kanë edhe ato paragjykime që mundën me i ndjesa i përket që i përmendet ju ndryshimeve dhe fizike që mund të ndodhen, janë të kushtueshme edhe kjo pjesa themi e protezave ofrohen sot? Po, neve kemi shoqat që ofrojmë, që 7 vite ofrojmë pandërprej proteza, brusa, paruke, edukim pacientëve, sepse është shumë e rëndësishme edhe edukimi i pacientëve. Bile unë kam kryer një shkollë që për edukimin e pacientëve, si eksperte për edukimin e pacientëve të kancerit të gjirit, dhe gjithnjë punojmë në atë drejtim, sepse jo çdo kush njihet me smundjen e vet. Edhe shumica barazojnë smundjen e vet me smundjen e tjetërkujt. Prandaj aty duhet me qenë të edukum. Sinjora Lumnia, një mesazh për gjithë ata persona që janë të prekur nga kjo
sëmundje dhe po luftojnë me këtë sëmundje, si ta gjejnë atë forcë, atë vullnet, që ndoshta qenë edhe në komunikim me gra si ju të forta, që janë gjithmonë të hapura për me ndihmu, me nda edhe historinë e tyre me këshilla, me gjithçka tjetër. Unë mendoj që të kenë kontakte sa më të shpeshta me njerëzit pozitiv, sepse ndikojnë në smundjen e tyre edhe në mendjen e tyre, kështu që mesazhi im kishte me qenë që rrini sa më shumë me njerëzit që ja u don shpirti, me njerëzit që japin pozitivitet dhe kaloni më lehtë. Por vëdisimi do të thonë shumë. Do të thonë mos kaloni në për ato që kam kaluar unë, kontrolloni më herët. Të dashura, ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në studio, po uroj shëndet dhe çdo të mirë dhe po shpresoj që pak a shumë kemi arrit me i dërgu disa mesazhe sensibilizuese tek të gjitha ata që po na ndjekin. Ju uroj shëndet dhe çdo të mirë. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, pas pjesës debatit social ku sot të fokusuam tek muaji roz, ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit,